Qytetarët e Vlorës i presin me shpresë dhe optimizëm ditët e para të vitit të ri 2026, duke shprehur pritshmëritë e larta për më shumë mirëqenie dhe stabilitet në jetën e përditshme. Pas një viti me sfida, por edhe me përmirësime të ndjeshme në disa drejtime, banorët e Vlorës shpresojnë që 2026 do të sjellë më shumë siguri, shëndet dhe zhvillim ekonomik. Për qytetarët, shëndeti mbetet prioriteti kryesor. Ata theksojnë rëndësinë e përmirësimit të shërbimeve shëndetësore, aksesit më të lehtë të trajtimit cilësor dhe investimeve të vazhdueshme. Sipas tyre, një shoqëri e shëndetshme është baza për një jetë më të mirë dhe për zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Paralelisht me shëndetin, ekonomia renditet ndër shqetësimet kryesore. Qytetarët presin rritje të punësimit, paga më të mira dhe më shumë mundësi për të rinjt, veçanërisht në sektore të ndryshme. Vlora, si një nga qytetet me potencial të madh turistik, shihet nga qytetarët si një zonë e cila do të zhvillohet, por kërkojnë më shumë mirëqenie. Ata besojnë se ekzistojnë gjitha mundësitë që viti 2026 të jetë një vit i mbarë dhe i begat, me më pak vështirësi dhe me më shumë stabilitet. Qytetarët shprehen se dëshirojnë më shumë vëmendje ndaj problemeve të përditshme, ndërsa një tjetër pritshmëri e tyre lidhet edhe me rolin e institucioneve. Qytetarët e Vlorës shpresojnë që qeveria, ligjvënësit si dhe institucionet shtetërore dhe vendore të punojnë më shumë dhe më ngushtë me komunitetin. Sipas tyre, bashkëpunimi dhe transparenca janë thelbësore për të ndërtuar besimin dhe për të sjellë rezultate konkrete. Të mirat presim, nuk e dim tash. Çfarë të mira? Të rriten pensionet. Ja, këto të rritet me shëndet, paltent. Presim më të mirat. Po ambicione ekonomi, rend të gjitha. Presim gjëra më të tjera më të mira. Të mira. Çfarë të mira? Çfarë të mira? Barsi edhe lek. Juroj gjithë shqiptarëve të gëzuar 2026 të kenë shëndet, marsi, begati. Nga 2026 presim me shumë shëndet, patjetër punë, lek, se ky popull ka nevojë për punësim, të marrin sa më shumë lek, edhe të gëzojnë për trezet e tyre, për familjet e tyre, mbarsi, shëndet gjithë. Sa presim asgjë, vetëm të mira duam. Kur thoni të mira çfarë? Po e të gjithat. Me ujtë na rregullohet, mos kemi pengesa, gjërat. Si jetë, lumturi, më të mira, pensione më të larta, punë, ndërtime, industri. Por çfarë presin qytetarët nga politika në këtë vit të ri? Janë në një kazan zgjenjë të dy palët. Po çfarë politika një janë tërë han bashkë. Nuk e kam me mua me ta fare. Politika për mu është familja, puna, shoqëria, miqësia. Do të politika mua. Politika tigna 10 vjetrit. Jo të janë të rinj. S'po janë të rinj dalë përpara. Pritshmëritë për një vit pozitiv janë të larta për qytetarët e Vlorës në këtë fillim të vitit 2026, me shpresën për më shumë mirëqenie, zhvillim dhe stabilitet. Ata shohin përpara me besimin se ky vit mund të sjellë ndryshime të ndjeshme dhe pozitive në qytetin bregdetar, por pse jo edhe në të gjithë vendin.